Shkruan Gjergj Zefi, politika shqiptare ka pasur gjithmonë një marrëdhënie të çuditshme me të rinjt, i do në mitingje, në fushata dhe në fotografit pranë liderëve. U premton se ardhmja u përket atyre, por bezdiset sapo ata vendosin të flasin pa lejen e saj. Pikërisht atëherë fillojnë pyetjet e njohura, kush i organizon, kush i financon, kush fshihet pas tyre, dhe mbi të gjitha të kujt janë. Shqipëria e ka jetuar këtë histori në rrethana shumë të rënda në dhjetorin e vitit 90, kur studentët sfiduan një regjim që kishte sunduar vendin për afër gjysmë shekulli. Ata u përballën me presionin, frikën dhe propagandën e një sistemi që nuk mund ta pranonte se një brez i ri kërkonte të merrte në dorë fatin e vet. Studentët hapën portat e pluralizmit, por nëpër ato porta nuk kaluan vetëm ata. Rreth revoltës u afruan shpejt njerëz të sistemit të vjetër oportunist funksionar që kuptuan nga pofrynte era dhe hiena që ditën ta kthenin energjinë studentore në kapital politik. Komunizmi ra dhe Shqipëria ndryshoi rrënjësisht, ndërsa një pjesë e kulturës së vjetër të pushtetit mbijetoi duke ndrruar kostum. Kjo është arsyeja pse dhjetori 90 ka kuptim edhe sot, jo për të bërë barazimin absurd mes Shqipërisë së diktaturës dhe Shqipërisë së vitit 2026, por për të kujtuar një mësim që tranzicionin e ka shitur shtrenjtë. Një revolt nuk rrezikon vetëm të shtypet, ajo mund edhe të përvetësohet. Në këtë pikë duhen parë edhe flamingot. Askush nuk mund ta di sot sa larg do të shkojë kjo lëvizje. Mund të rritet, mund të shuhet, mund të gabojë dhe mund të zhgënjej. Interesante megjithatë është shpejtësia me cilën rreth saj ka nisur rituali i vjetër i politikës shqiptare, dyshime, etiketime, spekulime, kërkime lidhjesh dhe përpjekje për t'i vendosur protagonistët në njërin prej kampeve ekzistuese. Në vend që të diskutohet çfarë kërkojnë, kërkohet me kë janë fotografuar. Në vend që të dëgjohet argumenti, kërkohet biografia që mund ta kompromentojë. Një njohje, një mik, një fotografi apo një lidhje e largët mjafton që në laboratorët e partive dhe në rrjetet sociale të ndërtohet historia se dikush patjetër qëndron pas tyre. Natyrisht flamingot nuk mund të kërkojnë imunitet nga kontrolli publik. Nëse pretendojnë pavarësi, duhet ta dëshmojnë me transparencë. Nëse kanë financime, publiku duhet të di burimin. Nëse brenda tyre ka njerëz me angazhime politike, kjo nuk ka pse të fshihet. Të jesh i ri nuk të bën automatikisht as të drejtë as të pakorruptueshëm. Ka megjithatë një kufi të qartë mes pyetjes dhe baltës. Të kërkosh transparencë është gazetari dhe detyrim publik. Të marrësh një fotografi ose një njohje dhe prej saj të fabrikosh një komplot është propagandë. Rreziku më i madh për flamingot megjithatë mund mos vijë nga ata që i sulmojnë, por nga ata që nxitojnë t'i përqafojnë. Politika shqiptare e njeh mirë këtë mjeshtri. Kur nuk arrin ta mposhtë një lëvizje, përpiqet t'i dalë në krah. Kur nuk mund ta kontrollojë nga jashtë, kërkon njerëzit përmes të cilëve mund të hyjë brenda. Krahmarrja zakonisht nis si solidaritet dhe mund të përfundojë si pronësi. Pikërisht këtu përvoja e vitit 90 duhet vlej si paralajmërim. Studentët e atëhershëm nuk kishin 35 vjet tranzicion pas shpinë për të kuptuar se sa shpejt një kaos mund të kthehet në parti. Një idealist në funksionar dhe një revolt në shkallë për karrierën e dikujt tjetër. Brezi i sotëm e ka këtë histori përpara syve dhe nuk mund të thotë se nuk e njeh. Shqipëria nuk ka vuajtur nga mungesa e partive, opozitave apo liderëve që premtojnë ta shpëtojnë vendin nga njëri tjetri. Ajo që ka munguar shpesh është një qytetari e aftë, thotë të dyja palëve, se jo çdo pak kënaqësi është pronë elektorale dhe se një njeri mund të kundërshtojë qeverinë pa qenë ushtar i opozitës, ashtu siç mund të kritikojë opozitën pa u bërë vegël e qeverisë. Kjo është edhe prova e vërtet për flamingot, jo sa njerëz do të mbledhin dhe as sa gjatë do të qëndrojnë në krye të lajmeve, por nëse do të arrijnë të mbeten të pavarur, të pranojnë mbështetje pa u bërë pengje, të përgjigjen pyetjeve pa u trembur prej baltës dhe të lejojnë që revolta e tyre të shndërrohet në municion për luftën e vjetër mes kampeve. 35 vjet më parë të rinjt shqiptar hapën një epokë, por hienat e sistemit që po shembej ditën të gjenin vend edhe në sistemin e ri. Flamingot kanë sot një avantazh që studentët e dhjetorit nuk e kishin. E dinë se çfarë ndodhi pas vitit të famshëm 90. Nëse historia vlen për diçka, vlen pikërisht që të mos biesh dy herë në të njëjtin kurth. As kafshët nuk bien dy herë në të njëjtën grop.